Loredana shkon në dansmen e çiftit në Big Brother VIP. Ky ishte reagimi i gjestit i çuditur. Një tjetër dansëm duket se ndodhi në Big Brother VIP 4 vetëm pak ditë nga finalja e madhe 19 prillit. Nisur nga kërkesa e gjestit, vllai i madh organizoi një dansën tradicionale për të dhe Eglin, një event special i organizuar në zonën e Storm Arenës, kur nuk munguan të ftuarit special. Shumë ish-banorë si Valbona, Tiri, Livia, Klajdi e të tjerë morën pjesë në këtë ceremoni si të ftuar, ndërsa dy opinionistë të Arber Hajdari dhe Nelda Balloku kishin rolin e dëshmitarëve. Pjesë e kësaj dasme tashmë ishte edhe Loredana, edhe pse 2 ditë më parë kishte ndodhur incidenti midis Jozit dhe gjestit. Publiku dhe banorët kanë shprehur dashuri të madhe për Loredanën, e cila ishte partnerja e Jozit brenda lojës. Kjo pasi me të dalë jashtë, fillimisht reaguan familjarët e Loredanës duke thënë që të mos e përmenden Loredanën krahas Jozit, pasi ata ishin të tërhequr nga ky veprim i Jozit, duke u shprehur pranë familjes së gjestit. Jo vetëm kaq, pasi nuk mungoi shumë edhe nga deklarata vetë e Loredanës, i cila i vuri pika mbi i duke njoftuar ndarjen përfundimtare nga Jozi. Ajo mandi shprehte për rënd duke thënë se nuk dëshiron ta shohë më në jetën e saj, e ai është një kapitull i mbyllur. E gjesti është çuditur teksa e ka parë Loredanën, pasi nuk i di të gjithë këto informacione nga jashtë. Ai është afruar teksa dhe Egli e përqafoi dhe afroi. Ai i bëri një pyetje teksa i tha: "A ke dash marrë vet, atë kanë thënë këta?" E pyeti gjesti Loredanën, teksa Loredana ju shpreh: "Kam ardhur me gjithë zemër, ju uroj të trashëgojeni." Ishin fjalët e Loredanës që e bën që gjesti t'i jepte një përqafim të sinqert. Ndryshe, Loredana, e cila ishte gjysmë finaliste e këtij formati, ka arritur të jetë një emër mjaft i përfolur për situatat e saj komike.